të vërtetume fajësia e atij personit në fjalë. Do thot, e kjo logjik, do thot është logjika thjesht me e vendos një sistem diktatorial. Nuk po mblen që sa me ja shpjegu opinionit, sipas planit do thot planit të quhet ai planit biznesit, ekzistojnë do thot 2-3 opsione se cilat kanë qenë shpenzimet e fabrikës. Me dykon 200 jo me në vlera në rast se ka mu punu 200 diska dit ka qenë dikon, 250 dit nëse zgabohem, këtu e kam do thot sakt, po e gjeta. Me 230 dit, punë në vit, shpenzimet e kostos se kësaj fabrike janë 1 milion euro. Që i bjena ta kanë me rënë humbje. Ja, ta s'kanë orë, se besoj që kanë orë me humbje. A i gërgi që ka orë me rënë humbje këtu. Dëgjë, unë menoj që... Me djallin e prënorit. Unë menoj që ky zotnia i Ferizajit edhe ky italiani, ata kanë orë për interes. Ata kanë orë për një interes financiar. Mos ja ukoj hallin aty. Jo, nuk kem të ukoj hallin, po vetë se dëgjoj, kur po flitet për vlera milionçe, nuk është e lehtë funksionalizimi i kësaj fabrike se me 230 ditë brenda vitit, që i bën duke pushu 120 ditë brenda vitit, do thotë shpenzimet në planin e biznesit sipas kostos janë 1 milion euro. A dim pse? Se mes tjerash ata nuk e kishin të parapame furnizimin me rrym, për shkak se këtë veprimtari kanë me bë përmes gazit. Teta çka është shumë e rëndësishme. Ky 0.16 censhi. 0.16 censhi nënkupton shpenzimin. Që kriter nuk e keni përmend se ka subvencionim, pra me ditë njerëzit ku të konkurrojnë, po e keni qitë ma unë, e keni shtu ma unë, e keni shtu këti... Nuk është e saktë, për shkak se... Ja keni shtu 16 censhit. Domi që i ka shkaktuar Kosovës është i jashtëzakonshëm. Me 0.16 censh, ti duhesh me shku me edhez kamionin, me shku në Dragash, me shku në Bajgor, me shku në Leposavić, me shku në krejt Kosovën, edhe me mbledh mbetjet shtazore. Që ato me i prunë fabrik, edhe para se me i përpunu ishin disa faza që do thot nuk e më në eksperti qeshtës edhe nuk e di me saksi, e mes tjerash, parashihet që në plan biznesit duhet me qenë edhe 28 ekspert pjesë e fabrikës. Tash, sot e kom kuptu të azon një lajmë shumë interesant, që në të kalumen, Agjencia Ushqimit dhe Veterinës ka dhonë edhe vlera qindra 1.000 euro në emën të aftësimit të stafit për çështjen e funksionalizimit fabrikës për cilën nuk ka ndodhur për 8 vite rresht. E tash, kërkush nuk po më thot se cili është opsioni e interesit ku kish mujt me thonë qëre ma shumë kish pas interes Kosova publik, në rast se shku në qitë formë. Kur, sipas ekspertët Komisionit Evropian, se nuk jam, do thëtë ekspertas që jam kërkushu me bo vlerësimit për mbetje shtazore, ata kanë thonë janë 2 rrugë zgjidhje. Me i qunë lëq 10 milion euro me shkatru fabriken, po shkatrimi i fabrikes minimalisht ka kostë 4 milion euro. Edhe Kosova, ndëgjo, a menon që, me qenë se shumë flasëm për komunitetin ndërkombëtar në për çdo studia, a menoni që Kosova shkon në ditë në procese integruese pa i trajtu çështje mbetjeve që janë bazë e përshpëndarjes së humbjeve, kontaminimit, dhejut, lumejve, liçenëve, këtë ato, a ka kush ndaj digitron që mundet me kalkulu që ta se cili është domi ambiental edhe shëndetësor? Digitroni, po... Jo, po digitroni është manipulim. Kështu që... Qërë, unë veç kisha me... Jo, edhe më ka ardhur një informat shumë interesant. Mi falendru që ma e qatë informat, periskopin se e ka qitë, Lirim Mehmetajn pastaj, Ermal Pandurin edhe Kallxo Pikomin. Kështu që këta kanë bërë një punë fantastike. Dëgjoj, nuk e kisha unë nuk e kisha fut në të njëjtin thes, do thotë kam vlerësim tjetër për Kallxo Pikomin prej 2 emrave tjerë të apostrofum. Edhe pse do thotë qasja e Kallxoit është, do thotë ata po kërkojnë që me kanë në dieni se çka komendon në raportin kontraktual mes shoqërisë aksionare atje. Do thotë ose SHPK-s, shoqërisë me do thotë e përkufizum, çka qysh po quhet do thotë SHPK. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Nuk guxon ministri me shku më përzi aksionarëve çka bojnë ata me vlerën e aksione, kush kujt na ja shet. E tash, çore, meqense vazhdimisht, okej, mos e harroj çato. Është shumë e rëndësishme. Hajde, okej, po. Do thotë se është vazhdimësia e kësaj qysh do thotë po ma qitni atë pjesën e flamurit Serbisë atje domek, edhe që edhe sa nuk po ma qitni edhe flamurin e Radojqiqit. Njëna prej informacioneve të fundit, do thotë tash qytetarë të informum. Qa po thotë qytetari? Qytetari informum po thotë që kjo kompania e Ferizajt, në njënën prej partneriteteve edhe aksionarve që i pas ka realizu në vitet paraprake, mes tjerash njëni prej atyne që i ka shit ose i ka ble aksione në një tender ose në një grant ose diçka të kësaj natyre,
është edhe vllai Hashim Thaçit. Vllavi Hashim Thaçit? Po dhe. Te ky pronari. Te ky pronari. Me çfarë ka lidhje kjo punë për? Jo, ka lidhje në mënyrën që po më gjikoni mua. Hashim Thaçi në burg. Ne ka folin për dikën që zëvendës kriminaliste. Totalisht jetëm keq kuptuar. Ky besniki që sillet me nervoz tani on. Jo. Nuk jetëm keq kuptuar totalisht. Ose po më keq kupton ose qëllimisht po don më ndeviju. Ju i ka tani me kthy, që më thon që Coca-Cola dhe Hashim Thaçi. Çka ka lidhje? Jo, as po them që ka lidhje, as po them që ka shkelje ligjore. Kush është vendimarrës sot? Dëgjoj. Jo kush që ky mundet me qenë dikush që më thon vllavi i Kaçusha Jasharit. Po non, çka ka lidhje Kaçusha u kon para 90 apo kon pushtet. Ne më folim për dikën që është besnik Bislimi, për gjeniu i kësaj qeverie, që vllavi i tij ka punuar, pra çtu është fora. Edhe ai është vendimarrës, edhe ju keni përmendur ato në kontekst që jeni taku disa herë me të. Mu më jena taku se është zëvendës kriminaliste për procesin integrim evropiane. Ai na thirr këtë ministrat e linjës. Jo, ai na thirr këtë ministrat e linjës edhe thotë që kjo është vlerësimi i Komisionit Evropian për qytetet të cilët duhet më dhon, jo vallai shumë miqësor është. E tash, i nuk po duan as në mënyrë me bë borrën e përgjegjësisë. Një pjesë të kontratës e ki shumë fantastike është. Hajde. Pra, kur thoni që shkputja e kontratës, domethënë për konteste duhet me shku në arbitrazh, pra në arbitrazh tash ky me shku ky zotnia, edhe pse është i Ferizajt me shku në arbitrazh, e ma herë thëshë qysh me post u bë kjo arbitrazhi edhe është kurdis, edhe tjetra që çfarë thotë. Keni nënshkruar një kontratë, e cila nëse shkputet nga ministria, atëherë shteti obligohet ta paguajë kompaninë përfitimin e supozuar për të gjitha vitet e mbetura, kurse nëse e ndërpren kontratën operatori ekonomik, atëherë paguhen veç 900.000 euro. Pra, nëse ministria ja shkput ti zotnis, ju obligohi me ja pagu për 20 vjet. Për shkak nëse vitin e ardhshëm ja shkputni, për 19 vjet tjera duhem ja pagu fitimin e supozuar. Kurse nëse e shkput ky pagun veç 900.000 euro edhe ty mërmeq. Dëgjoj, 900.000 euro, kuptimin vlera, po supozoj që kanë bë ata hartuste e kësaj do thot ides kur e kanë projektu. Interesi i Kosovës është që ne, në kësaj periudhe 20 vjeçare, kur mundum me avancu dhe potencialisht mund të kemi pjesë vend të Bashkimit Evropian, me pas të zgjidhur çështjen e trajtimit të mbetjeve shtazore. Që kjo është jetike për Kosovën, për mbrojtjen e shëndetit publik, për parandalimin e smundjeve dhe çështjet e tjera. Tek çështja tjetër tek 900.000 euro, do thotë ky kum janë ndo dikun 30.000 euro në vit, nëse nuk gaboj, se di me harrua dhe emna edhe shifra her pas here. Tash nuk e di sa i bjen ajo për gjatë gjithë intervalit kohor. Bjen baja ke mirë, 0.16 euro nuk i bin fitimi keq këtij zotnis. Jo, për diçka tjetër jam të vol. Do thotë ideja është që do thotë kontrata me qenë e tillë që mos mu leju ose mos mu stimulu let shkputja e njerëz ose palës tjetër. Kuptimin po me qenë të detyruar. Tash çështja shtetin e ke qitë pozitë. Unë nuk menoj që si kontratë e kurdisme. Pra ky zotnia i pagun 900.000 euro nëse shkput. Tash kjo është çështje e vlerësimit tjetër. Do thotë unë me vlerësu me këtë kriteret çka kena po kontrata ku është klauzola e shkputjes saj që kjo i plotson me thon me boçit interpretim. Se nëse ai shteti nëse e shkput duhet më pagu atij për 19 vjet tjera për shkak nëse në mod, e ai duhet më pagu veç 900.000 euro nëse e shkput, kjo qartazi është e disfavorshme. Dëgjoj, nuk është analogjia mes një veprimtarie çfarë mundet me qenë e rëndëmt, shtrurja e rrugës ose një diçka tjetër, mes analogjinë e trajtimit të një produkti, në vërtet jo produkt, po nën produkti shtazor, në të cilin ndjeshmëria dhe profesionalizmi duhet me qenë shumë i madh. Do thotë këtu mes tjerash në planin e biznesit, do thotë e lexova pjesën tjetër, dikun janë 390 diçka mijë euro ku do thotë kosto është vetëm pagimi i ekspertëve edhe 28 punëtorëve. Do thotë që duhet me qenë të profileve, do thotë të jetë profesionale, sikurse do thotë janë inxhinierët e mekanikës, do thotë kimist, laborant. Prapë me shtin punë digitronin, ky bjen ministria, kam ia dhënë 3.2 milion. Ti subvencionën. Jo, kjo është çështja e planit. 3.2 milion, herë 20 vjet. Ministria ku m'ia dhon 400 deri në 600.000 euro. 64 milion. 400 deri në 600.000 euro. A din pse? Për shkak se ministria nuk ja jep për këtë mbetjet në produkteve shtazore që ekziston në Kosovë. A din çush ja jep? Se është shumë e rëndësishme edhe çka kërkosh se ka trajtuar çdo. Do thotë pe trajtoj për herë të parë në emisionin e juaj. Do thotë mbetjet kompenzohet kompania për ato që ka
gjurmshmërinë e importit të kafshëve të gjalla edhe të fermerëve të cilët e raportojnë thërrjen në thertoren e licencuar.